Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta i bashkohet qëndrimit të alatit të tij në qeverisje e Partisë Demokratike për të hequr dorë në mënyrë vullnetare nga imuniteti i deputetit në kuadër të luftës antikorrupsion. Kryeministri Berisha e shprehu një qëndrim të tillë në mungesë të votës së opozitës për të votuar ligjin për heqjen e imunitetit. Absolutisht ne jemi për të dy alternativat dhe kemi deklaruar që për ne si deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk ekziston imuniteti. Përfaqësuesit tanë janë të hapur ndaj çdo akuze për të verifikuar, duke hequr dorë në mënyrë të menjëhershme nga imuniteti, pra pa kërkuar mbrojtjen përmes imunitetit. Dhe natyrisht që është e domosdoshme që kjo të bëhet nga të gjitha forcat politike në parlament, pasi ka qenë dhe mbetet edhe një kërkesë e Komisionit Evropian si një hap i vullnetit mirë në luftën kundër korrupsionit. Zoti Meta shkon më tej në qëndrimin e tij teksa thekson domosdoshmërinë e ligjërimit të kësaj nisme, duke mbështetur një qëndrim të kahershëm të mazhorancës, ato për të bërë ndryshim kushtetues. Por këtu kreu i LSI-s thekson rëndësinë e madhe që ka realizimi i një sipërmarrje të tillë ligjore përmes vullnetit politik dhe të opozitës. Lëvizja Socialiste për Integrim prekosh ka apeluar ndaj gjithë forcave politike në parlament për të bërë së bashku atë ndryshim të domosdoshëm ligjor dhe kushtetues, i cili e heq përfundimisht imunitetin si një pengesë për hetimin. Por, në mënyrë që të realizohet jo vetëm një demonstrim i vullnetit të mirë, është e mira që gjithë forcat politike me konsensus të bëjnë çdo ndryshim i cili përfundimisht e rrëzon imunitetin. Unifikimi i qëndrimit brenda mazhorancës vjen në një kohë kur opozita ka refuzuar të bashkojë votën e saj për të votuar ligjin për kufizimin e imunitetit të zyrtarëve të lartë, me argumentin se kjo çështje është e rregulluar në nenin 73 të Kushtetutës.